A ju ro me prit hiç a ju. Hajde, kush është I pari që të kalzona? Live është duke më konë. A jena live mare? Që kam vjen taki. E zoni apo abonia. Po dhe që ta si herën e fundit më kanë thonë si s'jeni një diçka mirë. O, njëm si dhe I shtjerë pak edhe kështu vetë. Qëto jam me që shpesheni lirimin, Mehmetin. Atër togi, ja? Që po? Që shpo binë sanët vend vetin. Tash, që po? Po. Son ka teknologjia jam se Albin Kurti që rrisje, zero. Mos harroni, nëse dëni me këshur podcast mirë, që tash në qëtë vakte keni veton surruj në shtanina, me Enver Rubellin, që posh në YouTube, non veta kënë të qyrë. I kish kap nona? Non I kish kap. Emisioni por non veta s'ka bo vaki halo kërkosh dhe me thonë. E është podcast në cilësinë e këshilltarit? A, qka? Nuk e di që 337 janë, stashte, ha shkërin një 7 tani në. Hëp. Shkërin një 7 tani. Gjithë shka këna me full, dhe më thonë qëre para, më të s'këna full me lirimin, u bënë një 2 javë. Diçka ma lëshoj mu pak dëshira me full për politika, vëdën. Për politikë Kosovës, tash ta. Po dhe në Shqipni në Shqipni shkova, po me gjas këta njerëz nuk e kanë nërmen mu bora hak pa e unë mu pak. Qa për fullim sot lirim? E para? O shumë e nësishme me diskutu sot qëtë konferencën e Albinit. Okay. Edhe aty ka plët sene që munëm, do rrejnë me eliminutët dhe të vendosjes, qëto jo na dashtëm listën serbe me e shpall jo ligjore, jo mos me certifiku që I rrejnë atë kota, edhe që kjo menoj që është qëndrore, kryesore, mas ne na mundë me vazhdu me diskutu për... Okej, unë I lezoj ka pak komentët që të lirim, edhe po diskutojmë pak pra... Apo në vitë që t'java eliminojmë që të rajnën e parë. Hajde, cëla rajnë e parë? Zdi, po menaj, e ke po, vetë vendosja, së dhe përmeni e përsëriti prapa Albin Kurti, tha, këtë fajbë, se lista serbe më mërë pjesë gjede, është I opozitës, tha se na patëm dashtë, mos me certifiku, tha votun për mos certifikim, tha pa ata tjerë nuk votun, e na lanë. Kjo është rajnë. Në Kosovë nuk mund është me votu për mos certifikim. Si pas ligjit zgjedhor, në 2023 në bo, që rënjeni 16 certifikimi subjekteve. Që qëto mundi me pa, certifikimi subjekteve, edhe këshëre. Pika 3, e njeni 16, thët, partia politike e regjistruar është automatikisht e certifikuar. Pra në momenti që e regjistrutit, ta zëmë në 2012 e registru. Nuk aplikon ti mo për certifikim. Që ka bën ti është aplikon për listën e partisë, I tregon financat dhe ato kërkesat që ja shekin. Në fakt dhe vendosja që pa dash me bo me qatë punë ke kështu. Tu je dit që o këta, ja? Qësh po votojnë për më certifiku, ku ligjit të jetë certifiku në momentin që je registru. Kështu që o kryj. Ata pa të ndash me pra, në momentin që je registru. 2010, 2009, ti je I kryj, nuk aplikon mo për certifikim. Qashtu? Bile, nëse nuk dan me marrë pjesë zgjedhje mo, duhesh me apliku për mu decertifiku. Po, mu largu. Mu certifiku. Edhe është legji bom për 2023, pra është I vetë vendosjes, që shme thonë, kështu që adi se e kanë këtë tripin një këto parti tjera. Qa kanë dash me bo këta berat? Ta kanë dash kështu. Me thonë na po votojnë një 2 veta, me shpresën që ata qirë thonë qoke budallak edhe zvotojnë ashtu, votojnë ndryshe. Edhe këta me mujt me dalë, me maru rranë, me thonë apave. Votun pro certifikimit të listës serbe. Po opozita, u tregun të meshëm që atë rast, si rale. Si rale përve po. Edhe, veç abstenun. Edhe normalisht, të zape, edhe gjykata, dullu tha, kjo budallak, ta janë certifikun për fillimit. Ka ekzistuar një mënyrë që kanë mujt vetë vendosja me largu listën serbe pe I mundësisë për me marrë pjesë në zgjedhje. Dele shpalle organizat terroriste. A ke thonë që akterët e listës serbe janë të përfshim në sulme terroriste në Kosovë? A ke thonë? Milorad Radojqiqi dhe Eci Faktek në kryetari. Del shpalle, po ashtu pak, s'kan mujt me shpalle. Mo lirim, këta mas sulmit terrorist, lista serbe ka vazhdu me marrë pare, mu financu. 365.000 euro e ka qu dore në antarët e vetë vendosjes KQZ, mja vjep, se I mershin edhe 2 vetat aty, e s'kishin hesab me shty procesin. Po, a u kryj që kja do me thonë? S'kan dasht as njëherë të vendosja mos me certifiku listën serbe, e nëse kishin dasht shpallë terroriste, atër automatikisht, ata s'mundu jo me marrë pjesë zgjedhje, po du të një arrestu. Shpërndojeni që të live. Se? Më kam një që kjo shpërndojeni live-in për jetën e të TikTok-ut. Pyetja është, dhe s'ta ka startë konferenca për media, po më boj nervës.
Pse nuk pja qep ta, me thonë, kryeministër, mos gënje. Se shku në të konferenca një. Allah, se di mu garantas nuk ma bojnë atë kartelën. Qëto ko me nuk njerë. Është pak triki. Se ma në më shku na, jo, a i mos dhe las konferenca. Po s'ta jepin fjallën. Jo, besë sot na. Shtë që ata e zgjedhin vetë. I vish me shku me folë. Ma në gjuk, me bo me orë, që një me më shef Albinin. Po, vish ta kemi të qartë. Me dalë një gazetarë që atë që të herë kolegë. Shkoni thu, kryeministër, pse po gënjen? Si pas ligjet, cilën vetë partia jote ka votu, ti jetë certifikuar në momentin që je regjistruar. Pra, asnjëherë nuk ka qenë temë debati me vota në KQZ me certifikuar një parti. Ajo është debat për lista zgjedhore mëna partisë që veç është e certifikuar. Renc, ç'është më thonë, hiç mos një gjë. Edhe ai bëhet nervoz. Edhe në sen, e falem pak ma herët, se toni adin thuj edhe ti tuat, po që për shembull tjetra. U munu Albin Kurti sot me thonë që me gjithë atë i kam bërë dame këta listës serbe, adi. Me gjithë atë, po delke kontradiktor, që vishtë ka zëjtë shka. Lista serbe, në qëto zgjedhje, i ka marë 39.914 vota. Që ku e kene listën serbe? 39.914 vota. Qëre? Okej, 39.000. Qëtash? Qërën pikun e vetë lista serbe, ose s'po di, po vish një zgjedhja në 2014, ku supozohet që ko këta tjerë që kanë bashkëpunu me ta e sa. Lista serbe, 38.000, qërë këto, lista serbe, 38.000 vota. Do më thonë ma pak atëherë, se sa tash. Tu ka plët, asi, jënë dalë ashta ma shumë, zgjedhje, krejtë në regull. Po vish mos raj. Mos raj që ke shkaktu në efekt, bile ke bo kunder efekt, se ma moti, zyrtarët e shtetit Kosovës e kam pas mundësin të paktën deklarative, mjë thonë ndërkombëtarëve, lista serbe e manë dhënshëm qytetarin e Kosovës, sepse e sforcon ata me votu pro tyne për shkak të mekanizma kontrollues që i ka në Kosovë. Ke mujt me thonë, edhe pak me e delegitimu listën serbe në raport po. Tashti. Teorikisht më thonë, s'te kontrollojnë as, di që po bojnë. Po. Tashti, ky e ka dekriminalizu listën serbe, sepse ky u ka thonë ndërkombëtarëve, kërkoj ndjesës që dëgjova, po e shlirova vereu, i shlirova qytetarët serb, ja u mësova aty në me pas vullnet lirë, ja u nala dhe paret, ja u qova rrymën, kënë regull. E me gjitha të, qytetarët serb pas kanë votu për listën serbe. Rjedhimisht, ndërkombëtarët, tash i thonë, këta me vullnet lirë po votoj ka për ta, ti vetë na ke thonë që e ke shliru cep, e këta vetë po votoj ka për listën serbe. Pra nuk ka kur gjo kriminale në dëshirën e serbëve të Kosovës me i votu ata, po që e ka kretë vullnet i ty në demokratik, edhe e ka fuqizu listën serbe. Qështë e kom ditë për fillimit, qështë e kom diskutuar të kohën. Edhe ky e ka ditë edhe nisan. Na e kem pas rëfimin tonë që a e në veris për bon kur gjo, vish për na dëmëtan, a e ka pas unë po të shliroj, po demokratizoj, po kontrolloj, po stabilizoj demokracinë. Qëto zgjedhje ka pas me udit. A na, a kë? Që nëse kish hup që tash lista serbe bëndshëm, kishim fitu këto partit alternative, se vullneti ardhë në shpreje, ishdosh me i thonë, bravo. Pas ka arrit, pas ka qenë e vërtet, po konfirmu që është e kundërta. Dhe më thonë lista serbe dulen shumë zgjedhje, morën ma shumë vota se sa 2014. Nështë në 2017 kanë marrë ma shumë se tash. Po, kur o konë piku i të në. Qaja qëllimi. Po, qërë, më të kaldu drejt, mua kam vjen ka pak gjëna pistine në atë rashicet. Dhe më thonë, o ka përdur Albini. Po, qa i vogël së. Jo, s'është i vogël, po a di qysh po mdogël. A di qysh, bele. Flesh të ka e përdur. A di qysh, a i serb është. E kë veç që s'pëtën veç të janë grënë dhe mbjamin, a vëdem. Ky në fakt është ka forcon listën serbe. As nuk ka diskutim. Kjo ka forcon, se qëra, a di pse pe forcon? Sepse kjo ka gjithë serbin e vetë ndershëm. Po kemi erë si tradhtar të serbë. Se sa është, do në respektoj shumë. Dule lista serbe, thënë, na tha jena krenar që jena të vëqicit. Sepse, historikisht, prej kur shteti serb është bo, në shekullin e 19 të tutje, Serbia ka pas 2 sane, lirin. Kishën edhe të hecin, vozhdin, ata që në Rusi që i thojnë, liderin, dhe më thonë, bota ortodokse, tash kjo, për dikuj mu konsideru dhe raciste, po letë konsideru se unë po foli me fakte. Bota ortodokse e ka një gjo, demokracinë liberale se ka disht kur. Nuk i ven ortodoks
që është e përqafon demokracinë. Ata janë dhonën mas popit, po glavicët që i thojnë, bile po glavicët thojnë, domethënë kryesori i thojnë. Që demokracia perëndimore është protestane, do rëndësishme për katolike. Po më shumë protestane, domethënë shumë më shumë protestane. Tash ky çfarë bën? Ky bëj edhe serbë ja u kum gjetën në serb beson në stitamet, po kjo veç i fortifikon ata, domethënë. Po kreç ka bë dorën zemër është fortifikim. Edhe ata dulen sikur më thon një shqiptari, serb një paston, vitet 90-ta, ku me ditë se tash kapen dhe njësë është tash sikur vitet 90-ta. Po nuk është se asnjë krahasim nuk ka këtë perfekt. Domethënë as tash nuk është sikur atëherë, po sidoqoftë, në asnjë rrethon në Ballkan, kur kush pi etnive nuk ta pranon ty atonin me ta përkra kundërshtari që e ki shekulluar, edhe me thonë harroti shtetin tanë. Domethënë këtu janë pallavra, po ky me qëllim ka i bën çdo zane. Kjo ka i bën me qëllim. Domethënë, kallzoni ju si ni kam qenë këtu. Domethënë me dal Serbia, dhe më thonë se dikujt Lugin Preshevës. Çka më e mirë, votoni çto. Çka Lugin Preshevës, me dal Serbia, më voton mani çeto Vučiće, se atjetrin pe përkra Albin Kurti. Po çfarë s'ka shansa me dal kjo? Domethënë ju apo mendoni një meç budall Albini, nuk ka i meçëm. Po çeto e din domethënë. Ky çeto e din që ka i bën serb bashk. Jo ndrëdhia i zot, a mor vesh kjo punë? Që soko çështje certifikimit. Po çfarë çështje certifikimit? Ky dul mu, domethënë, para ti bash, se tashmë nuk është në propagandë politike, tash në rang klasike. Po. Dule bëni konferencë për media rang të pastër. Absolutisht, domethënë ky edhe një sen tjetër që e përmend edhe ti Shkoras dhe çtu, domethënë çfarë? Ky dule dhe e konfirmoi se tash i na kon ti thonë na. Na i na kon ti thonë që kur gjos ke po, ky dule dha Radojčić ta po vendos këtu. Po çe? Po. Çeve çe? Pej e kam çfarë lexoj nga pak, e kam transkriptuar fjalimin e Albin Kurtit. Kur do shan hen aty këshyre zot. Shëronjoni Bevana thotë përfaqësues të caktuar nga pothuajse të gjitha subjektet politike serbe janë tërhequr nga gara pas kërcënimeve që kanë marrë. Pra, në Kosovë janë tërhequr pikë garës. Se kanë marrë kërcënimet, e ku policia, pse si kanë dalë, sepse si kanë, këtu s'pas ka siguri. Pra jënë të rheq, ka thonë me gojtë vetë lideri i dashtin që i ka fitu pakicën në shubotave shqiptare. Që bile që a thot, halo maran. Këto raste po thot jenë shënu edhe në 4 komunat veriore, edhe në 6 komuna tjera me shumicë serbe në Kosovë. Pra jo që nuk janë sigurt serb me shprej vullnetin e ty në politik. Ne po sa vit zubin po tokë edhe Mitrovic, po janë sigurt as Graçanic. As Martesh, as ku janë ato. E tash pse ke rajti? Veç kjo pyetja. Absolutisht. Pse zotni ti ke rajt edhe bile kur e kemi thonë atë kundërt, kur kemi thonë na çka i ka thu ti çto, o ka problem serioz apo. Ose për shembull e kanë pas teorinë, vazhdimisht e kanë përtyp çatsen. Është njëri po thotë Berat Kirashi që është sikur Sejdo Bajramovićin ku në Slovës. Se di, unë në gjomoti. Vlerësoj po. Po, çështja është kjo. Apo pyetën ai sa çfarë? Po plot po, domethënë tash i gjoj do. Çështja është kjo. Që kjo qeveri, që kjo nomenklatur e qëti regjime, ka dollë vazhdimisht edhe na ka thonë që serbët e Kosovës po kanë nevoj për policinë tonë, sepse këta janë presion për Beogradit. Sepse thëshin, në momentin që na i luftojmë krimin organizuar dhe bandat për këtuit, po kjo është, dhe më thonë, dush mas më koni Balkanit, për mos me di që rënë që kjo. Po s'ka be serba, s'ka shqiptar, që ta pranën e të njën tjetër, nuk e dojnë bandën, unë jam i sigur që një numër i madhe serbe nuk e dojnë Radojčićin. Unë jam shumë i sigur. Jam shumë i sigur që Zvonko Veselinovićin nuk e dojnë. Amo, Vučićin e dojnë, dhe më thonë, nuk dojnë ty para tina. O të ke fundet e parën se shumë, zotri, kjo orë ka thok bilus flogani, zjedhe o ko cepem cep. Po. Pse ta që ka thu që përvec se më veri ti kanë tut njerë, zë ti kanë tut edhe njëk. Po. Bile me një vend tha edhe më pej tha kanë dërhy. E qysh tash edhe pej? Që tash tjetra? Se në pedi që ka i vynë që kërrefem. Se na tash i kërkojmë logari këti. I thojmë pse jemi në sankcione, në raporte të dëmtume, me se cilin ndërkombëtar, nëse prap, pas kemi përfundu, të ja pas listën serbe partinë dominante në Kosovë. Absolutisht. E tash të këtë do të me thonë kanë dërhy ata, po shko pyetja tjetër. Çush ka dërhy? Pse kanë mujt me dërhy? Çush a thot tash? Thot në këtë skenë të ndërhyrjes kemi identifikuar 7 instanca. Po. Nga tash që kjo është interesant dhe janë përdorur të paktën 10 metoda. Mirë. A muna me ditën kur gjatë fushatës zgjedhore dhe gjatë votimit, ditës votimit dhe pas votimit, deri kur këta e kuptuan që s'po i marrin 50%, kur dulen këta thanë, hey, ekskluzive kemi ndërhyrje përmes këtyre metodave. Kur dulen?
Pse nuk ka ndalë direkt qatë ditë? Qëre ndërhyrja, qëre kjo, s'pa thamë që s'ka ndalë. Po pse s'ka ndalë? Pse u desht këta, me marrë një rezultat njerë, mos me ju pëlqy, edhe mos nena me dalë, me argumentu, që shkrejt zgjedhën Kosovë, se kjo pjesë e madhe vërë, na i ka diktu Serbia. Dulen fix një muj ma vonë, se na kana votu me 9 shkurt, Qëta shemi... me 9 mars, mas një muj, Po, e ti ka thuni kom pas këto, pse s'ke fol? Edhe diçka tjetër. Ta supozojmë që edhe në veriun e kontrolluar nga Albin Kurti, pas ka ndërhy Serbia për mes 7 instancave dhe 10 metoda. Në 2021 na ka ndërhy. Qëtë forte ka shto me dhejta me 7. Që kjo pyetja qendrore. E në 2021 që se ka kontrollu heq Kosova veriun si pas Albin Kurtit, a ka ndërhy? Dhe më thonë, ka ndërhy. Po, pa tjetër. Që nëse sot mund atëherë. Pse s'ka fol atëherë? Po. Se atëherë i ka do rezultati 52%. 50.02. Tash nuk i ka do rezultati, tash i ndërhyn Serbia këti. Po ma e fort a ke, edhe që kjo pëlqej shumë, nëse nuk ka naj pyetje që atë, a ka naj pyetje, se po du me... Vazhdo se ti... Si kjo ke shumë e fort, s'tash të gjë. Shpend gjo që i po thët, s'po du me po pyetje, po mos sunalni të i bo opozitën në qëtë ven. Me punën tuaj profesionali, po bëni opozitën më aktive të më shpakanë. Që e bëra që ta, se ta shumë, se këta, kur që eskalon situata, do më thonë ju eskalon edhe nivelli i rënës e i mashtrimet. Fatmirësisht për neve kjo mirë se po bim blok. Çfarë ahma kish ka tha. Faza e tretë ndërhyrjes së zgjedhjeve tona ka përfshirë transportin e organizuar të votuesve nga Serbia në Kosovë. A ka dalë vendosja me transport organizuar nga Gjermania në Kosovë? Po dhe. Çka i ka të me thonë? Po dhe. A ku e kundërligjshme? A je ka thu ti që publikisht me partinë tonë ke bërë diçka të kundërligjshme që ka bërë Serbia me serb? Ose tjetra pra, nuk e bojnë anadhe për lugin për shevës, dhe më thonë, a ju një mujë më dhe natune. Po tash ja, keq ja mirë. Po ja, keq ja mirë. Se më shku shqiptarëve me thonë kush do të marrë në Kosovë me votu që ju e keni transportin për vetë vendosjes, në rregull. Edhe unë jam. Ata që kanë të drejtë me votu me një mu. Me u mësu. Po tash pse e ka thënë se s'është rregull që kjo? Mirë që çelët që ti, vetë vendosja ka pas gjithë ngëm. Këtë njëherë kur si në konë pushtet, kur bëjke në i sanë vetë vendosje, si me thonë lakë të dhëndshme, dhe në që shtu si në opozit, vazhdimisht e kanë pas një vardëshire, mi thonë pushtetit, e pse serbët e veriut, po i trajtoni ma mirë se neve, dhe më thonë këta gjithë jenë matë me listën serbe. Po. Edhe të transporti udhëtorëve. Dhe më thonë, i thëshin, pse s'pja rëstëni këta po veç neve, unë i thëshin atë kuj dhe isha, po na po presim për juve që e dëni Republikën e Kosovës ma shumë se sa lista serbe. Na nuk po dojna mi u qitë në qatë rafsh, se nëse bashkë qashtu që ka thonë Armend Muja, janë që Armend Muja. Po, shërse një. Që ka pasonë Armend Muja, po ju shtim listë zes bashkë me listën serbe ju. Që ka pasoni me? Unë e menaj që i plëcojnë kuset të dyja. Po shtu që shtu ka thonë i kanë bojta. Që, dhe në fazën e tretë të ndërhyrjes në zgjedhjet tona ka përfshirë transportin organizuar të votuesve nga Serbia për në Kosovë. Pra e ka thonë si metodë ndërhyrjes në zgjedhje ilegale. E ta shka prej që më thonë Serbia? Më të thonë ti pagove aviona ke pagu dhe më thonë. Për në shtetë tonin. Jo, është amak se nuk ka kuptim të ndrysh. Që ta shtjetë, që abda baron. Që a thët, që ku e dekonspiron veten. Thët, në fazën e dytë të ndërhyrjes, atë të fushatës... A parë që shtu ka full me foza? Po, se kur për atë sulmin në kanal, adhin? Po. I në zonën më më duke. Po, i në zonën, po i kanë zonë. I në zonën vetën. E kanë kohë vetën për dure. Që a thët, që prapë e dekonspiron veten. Thët, në fazën e dytë, atë të fushatës, ka dominuar joshja financiare. Kjo nuk ishte mbështetje për qytetarët. Në fakt ishte pako financiare për kurzim të votës. E ti kur i ke bo pakot financiare? A skema? Po dhe? Kur i ke bo? Bre mashtrus, bre. Bre përdoru si metoda... Mëdhetor kanë dhonë ka 100 euro. Njëta ti thët. Këpe akuzën Serbin që... Pse ka e parë njëtën kohë, po. Po thët ku ju kom apun shqiptarëve pako financiare, për ma jep votën, pse dhe ti ju ke jep pako financiare? Njoni po thët, e pse Albin Kurti, good point, i futit të rind në zgjedhjet Maqedoninë e Veriut dhe hynin koalicion me Miskovskin, dhe më thonë... Se do më bo si Vučići. Po dhe, qësh mundet mu... Good point, dhe më thonë, Sejdi Demoku, po thët... Dola që tatë fort. Kë po thët, Sejdia me drejt. Ti po që do një abo Albin Kurti. Po, ti po përzihesh Albin Kurti e boni koalicion me Mickovskin atje, e pi thot Vučićit pse po përzihesh me serbët e Kosovës, ç'a pritet? Marr me Torenis krejt në Ranç aty, ti më vendos për këtë ballkonin. Good point. Ç'a po të? A kjo ma e forta. Kjo ku i zhvesh lakurec. Okej. Ç'a thot? Se tash thot kanë qenë 3 narracione kryesore
në këto zgjedhje që I ka imponu me demek Serbia për Kosovë. Okej. Qonë pajtona, I ka pas Serbia sot 3 nacione. Që thë? E para, se rivalet e listës serbe janë shërptor të shqiptarve. Rivalet e Albin Kurtit janë shërptor të Vučićit. A konë qështu? Po. A është e njëjta. E dyta, se vetëm lista serbe ruan qenjen serbe në Kosovë. Vetëm vendosja ruan Kosovën pe Vučićit, edhe shërptorëve ti, thëjke Glauko Njuca, thëjke Jameneja me Vučićit. Po. Okej. Dhe e treta, se qeveria e Republikës së Kosovës dhe unë si kryeministër, Albin Kurti, e duam një Kosovë pa serb, neve na akuzojshin, që na e dojmë Kosovën të Serbis, pra ndaj jemi, si me thonë, armiqt. Edhe kanë re, se cilën rrëfim, narracion që e ka imponu Serbia, të njëjta logjike, njëjta metodë, se janë të njëjtë, e kanë pas këta për kundërshtarët e vetë politik. Pra, Penini, Albini po thot, te akuzon Serbin, po thot që I ka shti serb me zgjedh mes listës serbe, edhe të qenurit po thuj se jo serb. Edhe nëse si me listën serbe je shërptor I shqiptarëve. Pra, të njëjtën logjik, sepse ekstremet, burra dhe gra që po na mshirni qëtë. Shkoni edhe një anon të vetuni. Jo, shkoni asgjë. Shkoni bën një 6. Pra ashtu që në tani e njëjta logjik, po më vje keq me ju thonë, se qëre, e votu një 40% Kosovë, që janë një 70.000 ma pak se që I kanë votu parti tjera shqiptare. Pasha zote qëre, bodu më numë ju një mungë të në gjirëve, dhe I dikun një arritëm qëllimi. Mirë po mos arrëni një sen. Logjika që e përdor Albin Kurti, edhe vetëvendosja, me krejt argat të vetë, se nuk kanë vetëvendosje qenje tjera, ka qenje objekte, po me mendu dikush aty zotin arruj, dhe më thonë ajo krimi, ma eron vetëvendosje, me bo me menuën e kush. Pra, qka do që ju thot Vučić I listës serbe, që to jo thot Albini vetëvendosjes. A krejt synimi edhe I Albinit, edhe I listës serbe më nejtë pushtet sa ma shumë, me rujt atë hisën e vetë, me rujt kulaqin e vetë. Që tash një gazetar, se më do këtë I kohës, ose I klan Kosovës, I tha, qa keni boj ju, mi parandalu ndërhyrjet. Apo dhe, me gjitha të mirë, po këti do të pyqet pak mjarë më laku ma shumë. Qka I tha? Që tha, ne jemi dëshmitarë që në vitin 2025 po kemi pluralizëm politik të serb për shkak se me demek lista serbi ka fitu vish 80%. Po, në kam. Që 20%. Ate t'ka thejt diçka. Por se të më sa bët modhe. Më shëllë një vesh t'ju që I në kapcionistë. Edhe në nodit dhe votat shqiptarëve ja kanë qitë, më thonë. Po hajde me leqaqesin. Ose në gëm, me hini qyrë sa natë ku I ka marë votat në nodit, të eshe se atë serb s'ka. Dhe më thonë një mënu... Ka I ka votat kështë ka tuave? Në për votat shqiptarëve. A I ka komentu janë disot për minoriteteve që kanë thonë që këta të favorizumit e Kurtit. Po. Për minoriteteve, ju ka bo pak lojt në dytë në kuptimin që ju ka thonë të shqiptarëve të një për... Me kanë votua njëri. Këtë metodat Vučićit I ka... Po dhe më thonë në natin një mënu... Ani, jo kushtetuse është, jo kushtetuse është. Që to merë në penal. Hajde. Që, më falë, po. Kjo nuk ka mo propagandë politike, kjo është rhan of law. Që a thot, ka qenë bindja ime se lista serbe nuk është dashur fare të certifikohet. O, mashtrus, që ku është ligji, partia që është e regjistrume, është tashme certifikume. Atash, a bindja jote që kë ligj, që vete ke pru, që vete keni votu, a bindja jote që kjo rranë qëto. E nëse është bindja jote që nuk o dash me marrë pjesë lista serbe, pse ma nuk e ke shpall terroriste, apo të fryna, qka? Pse se ka shpall terroriste? Absolutisht. A ma që kjo a propaganda a vishë rranë, bla. Këve që ka thot hajtë se pe hajshë. Ky problemi është që ka njerëz pa din me valutash edhe domethënë ky vet nuk është I bindur a ka rana se ka rana. Se çast mirë përgatit veten. Po ç'është dilet me ngom. Cila këto narracione më se kanë. Ja, po narracioni një. Trikan të narracionet. Ose jo, sa një ma flagrant është. Njeri që I ka organizu ardhen e diasporës me votu këtu. Po, që e kërë. Njeri që ka dhonë pare. E ka shpallë si metodë kundër ligjore edhe ndërhyrje në zi. Që akuzon Beogradin. Beogradit unë e presë gjithë shka për Beogradit, se unë e di që Beogradit e kundër shtetit Kosovës. Po ku na vetë e bojmë që të sanë. Pra nuk mund është ki, t'ja po menën që tash dhe Vučić që rrinë turë, kryqë edhe s'ja u qenë ambasadorëve të hujë dhe I dhëtë, hej, ky ka bajt dhe vetë. Që, dhe faza e tretë ndërhyrje ka përqenë përfshirat. E transportin e organizuar të vëtuzve nga Serbia për Kosovë.
Çka ka dallim që kjo, nëse ti e bën pizzeritë e bën në Kosovë. Kur ti e ki pushtetin, pra ideja është abuzimi me pushtetin, se unë në kuptoj si më thonë organizime ndryshme degve dhe ndegve. Kjo është, dhe më thonë, e ka zëzë me që më në tutë cupa. Albin Serbia, së Albin Serbia për më do këtë ja ke lënë ti. Lerima me ndënë se është interesuar Albini me formu qeverin. Jo, se që, gjithësysh e ka keq punën, po qepse, më në jonë që tash. Albin Kurti, e para punë që më besoj, sinqeresht, që kërkosh prej spektrit politik, përveç lista serbe nuk shkon me ta. Ja, s'po shkon. Jam i bindur thellësisht. Ja kanë kuptuar edhe. Sepse kostoja e bashkëpunimit me to është shumë e madhe, një, edhe për te lakmive individuale që i ka njerëzit, megjithatë e kanë kuptuar që statusi social ka më shumë rëndësi se sa ke bo para as ke bo para. Bashkëpunimi me Albin Kurtin është ndihmë për Serbinë, edhe rrjedhimisht çfarëdo lloj monedhe nuk ja vlen, sepse me dam ke jo që përhershme, edhe fëmijëve tu, edhe e kanë kuptu. Nuk shkojnë me ta. Edhe tash ti ky e din që të sen. Edhe ky e din anë sen tjetër. Edhe nëse shkon ai kush me ta. Me cilën do që bashkëpunon, ka me qenë përzgjedhjet e arshme keq për ta. Sepse nëse bashkëpunon me Ramushin, ai vaton pjesën në shtëpinë të largimit të Ramushit pe objektit i murë çdo vota. Se ti në shpinë që ka e unë jam i bindun që mas shumë t'i vota ati i ka pru kjo e heki komandantin për zyrës. Se këta kanë urrejtjet frikshme një pjesë. Edhe e heki komandantin për zyrës o konë felen për ta. Sidomos kjo pjesë të Alisës gëcoj janë fanatik. Adin kanë urrejtje patologjike për që komandantu që kësë. Edhe nëse shkon me cilën më shku për PDK, më shku me LDK, më shku zgjedhjet e arshme, bjen vet e forcon ato që merr në opozitë. E para. E dyta, nëse bëhet qeveria prej opozitës, e punojnë mirë, e nuk vjedhin, edhe din me reklamu punën e vetë, prap bjen. Edhe nëse shkojmë në zgjedhje tjera pa u bo qeveria së ke zvarit procesin, prap bjen. Po bjen mas po këti. Pra ndaj, bërtëria ati është, si pas mendimit tam, me që u den fond që të procedur, edhe me mujtë me shku në zgjedhjet e arshme, pa e formu qeverin, tu i ra, sepse njerëz kanë me të kërku llogari, kanë me thonë t'i dham dëfishin e partisë dytë, t'i dham 48 deputet, t'i dham ma shumë se cilës parti tjetër ndonjëherë, çka e ka dënë. Apo den ka ke impotent me udhëhec. Edhe prap vjen mas po këtu unë mendoj. Çështo mendon ai. Po ka qef mi bo lokalet edhe nacionalet bashk. Pra ky mendon që nëse e shtyn deri te afati sepse zgjedhjet lokale nëse zgabojnë tetor. E tash, po duket 3 muaj para, 3 muaj mrapa, mundet me sipas ligjit mundesh me caktu, mundesh me livrit në 3 muaj para mrapa, që domethënë është shtator, gosht korrekt. Në korrekt domethënë një 3-4 muaj me zvarrit, që shto ky mendon që shkojnë bashkë edhe në ato dhe në këto, edhe manej thot na arriti pak votën lokale, se votën lokale ka për i bret. Mua më arrit, po kështu bjen prapë. Edhe unë mendoj që bjen prapë. Jo, është matematiko. Që ne kam një problem me opozitën. E para. Tash ka tjetër më vet. Po, jo të zgjedhjet, te koalicioni. Se ka shumë pyetje për koalicionin. Për shembull, njëri Graniti Meri po thotë si mendoni që mundet me u largu sekti LVV-s nga pushteti duke ndalu zhbomin e shtetit. Qeveria partive tjera. Qore, Granit. E para më e rëndësishmja, guximin nuk ka zavendësim për guximin. Domethënë, guximi nuk mundet mu zavendësu me taktika. Edhe vota 100% me dia. Po, domethënë, nëse ti e ka tutesh, nëse ti je parti opozitare, e ti halon nuk e ki kurajën, domethënë, me i thon atij kena me do rrugën për gjys. Një sen që mboni përshtypje, sigurisht argument tjetër, po pat Amerika kur ja qiti tarifat Kinës, e boni një postim ambasada Kinës, që më thënë luftë tarifo, e boni një postim ambasada Kinës në Washington, dhe që rëthanaj në të gatë që më tha, për luftë tarifo, për luftë ekonomike, dhe qëfar dhe luftë tjetër. Me vetë vendosjen. E para, na shqiptar, nuk po du mi qujtë ma pak shqiptar ata që e kanë votu lëvizjen vetë vendosje. Sepse në Kosovë, e kanë votu një 320.000 veta. Këta tjerti kanë votu një 390.000 veta. Janë një 70.000. E para. E dyta, pra nuk janë ma pak shqiptarë, janë pak ma të mashtrum. Si do qoftë? Kur e kite që të shumit si parti opozitare, ti dush më thonë Albinit edhe kujdo tjetër,
Nuk të shmu ku janë që tashtë, dhe më thonë që s'di që ka janë ka bojnë opozita, s'di që ka janë ka presin. E kanë fillu le dhe ka fillu një valutet civilet mrenshme. A shumë ka bisedojnë partitë opozitore, po menon të ja? Pa qa po di njëri, po. Unë menoj që janë të Këta granet e para, këta janë frikacaka, vendosja. Dhe më thonë këta në të loviqështu, në rrjetet sociale, po kjo nuk është që ta du të me luftu kundër të në thjesht i kanë numrat këta tjertë. Me numra du të me mujtë. Edhe Vjosa Osmani du të me lujtë funksionin e vetë presidentës. Po tash, problemi është që këta hala se kanë qumë dhe i që atjetë, më thonë se du të më shku mas pore mu bo certifikimi zgjedhjeve, ma ne mu konstituu kuvende, tash që mësova une, se që ka varë pjesë me ka pasmet neve, të ishëm që ka nëse vetë vendosja. Unë menoj që hala së është e qartë. Ja, që është e qartë. Do më thonë, thirët konstituimi i kuvendit. Vetë vendosja nuk e nominon kryetarin. Qysh i takon si mas kushtetutës. Si mas kushtetutës. Sepse si mas kushtetutës, është afati ligjor, dhe më thonë nëse zgaboj ke 15 ditë, mas konstituimit du të mu zgjedhë. Po që ka nëse zgjedhë? Shumica parlamentare e bën konstituimin. I zgjedhë organet. I zgjedhë këtë organet. Edhe kryetarin, edhe nën kryetarit. E pret afatin 15 ditur, qatë sa është, aja i sigur. Ngëm. E tash, vetë vendosja thot kjo është jo kushtetuse. Po, edhe që në gjikot kushtetuse. Tash, ti dush me bon një veprim, sepse... Aha, po, ata s'munën të thot. Ata s'munën të thot, dhe veprimin me ta qënë gjikot, po. E qënë veprimin gjikot kushtetuse, e ma ne gjikota kushtetuse kom ja thonë të fjallë vendose, se edhe gjikota kushtetuse i vetë vendose, zvish pak. E pse ti si ka nominën? Vis ti e ka thu, për tak. Do të më bo veprimin? Aja po. Se më pyet që s'ban, po do të më bo veprim. Po ti e ka thu kështë, që vetë vendosja, të konë situatë e pa qartë, vic i lengë ta me vazhdu që ashtu ta? E tash nëse dhe me luftu të kërë. Po që aty e pra, E tash që aty do të më konë momenti, që këta tjertë, nëse i kanë 390.000 vota shqiptare, e unë menoj që qaj që e ka votu opozitën, do të më konë gjendja dhe me mbrojt opozitën. Unë e di që dëshire e Albinit është më po dhunë që të mshesh. Po tash ka njëherë, nështë edhe s'ki ku shkën, nështë ta bjen punën që aty. Pra, nëse kë kushtetuta thët, nuk masë më kap një përgjua ose 15 ose 20 dit. Dhe më thonë ku duhet pas konstituimit kuvendit mu zjedh organet. Organet e kuvendit. Okej, sepse njëna pi formave për më shkun zjedhja është edhe mos konstituimi kuvendit, po jo mos zjedhja kryetarit kuvendit. Nëse nuk konstituohet kuvendi, shkohet në zjedhje. Tash, nëse kë nuk e propozon kryetarin që i takon, atëherë parti tjera du të me leviz, du të me zjedh organet, sepse këpëdojnë me sabotu institucionin. Apo? E tash, kër e qënë kë Londën gjykatë kushtetuse, nëse del me trupa me nalë që aty përpesej që ma shumë jenë kësajte që i dojnë, hejtë i djallë. Ka dalë vis pak. Po, se unë e qëto du të me bone të sarem, se po, se të kush më thoi, po thirë në dhunën e kësa. Qëre, nëse krejt institucionet e Kosovës e krynë funksionin e vetë, s'ka me pas kur fardhone. Pra, nëse presidentja e krynë funksionin e vetë, edhe i rën karshi institucionit. Nëse policia e mbron ligjin e jo njerëz, i rën karshi rolit vetë, nëse ata zyrtarë në parlament, pra nëse gjithkush e respekton vend e vetë punës, për te dhe vetëve, kur gjo nuk mundët në ndodhë. Ekziston një rrezik i madh që kësë shpërdoren, a nisha për shembull në ditë njonin, thajke nëse shkon policia me marrë me detyrem Albin Kurtin me qu, thajke ndërhyn mbrojtja afërt. Ç'është ndërhyn mbrojtja afërt? Mbrojtja afërt janë polic. Mbrojtja afërt nuk e mbron Albin Kurtin, po kryeministrin. Edhe aty pse e mbron, se respekton ligjin. Mbrojtja afërt nuk del kundër ligjit. Nëse ligji i thot Albin Kurtit shkon në prokurori, bile ata vetë do të me qu. E nëse ndërhyn ata mund nuk janë polic. Ata janë persona privat që ka shërben Albin Kurtit. Jo kryeministrit mo, jo ligjit mo. Kështu që Albin Kurti e ka pas të na herët një farë që me thonë, është një farë sindromi i gjatit lasdrum shpis. Po bre. Leja këti. Nuk mundëm na mo leja këti. Apo dhe, nuk mundëm mo leja këti, se o bo pak si tepër, edhe diçka. Nëse tentohet me u cenu demokracia e Kosovës, edhe mbarvajtja e organeve të shtetit, nuk ka mo Albin Kurti, po kësh bërsi që e tenton që atë cenim. Ta është ti mirë po thu, nështë ta tjerë thonë, bësë për i hinë kësaj mesele. A unë jam i bindun, që ka njerës Kosovë që i hinë. Edhe ku thotë kjo më problemi, thonë, mirë se erdhe. Po dhe? Se krejt që ka du të me bo, klasa tjetër politike është
Me zbatu ligjin. Me zbatu kushtetutën. Në momentin që ti prej frikës të konfliktit e shmon kushtetutën, ti e ka bën shkelje dhe më të madhe. Po, da? Dhe më thonë, me një republik, rendi dhe ligje dhe kushtetutë shmeria janë ma të shajta që. Se një përplasje. Ma të shajta që. Na përshka jo lëftu, përshka jo ndej. Në Republika Srpska është njoni që e ka emrin Milorad Dodik. Shi Albin Kurti opera, nuk po thëm këto Perinati. Po aj, po mënot me... Unë ato dhe e kuptoja, di pse. A ne janë bosnjak, ne janë kroat, thët nuk është shteti jemi që kë. Po në Kosovë ku jena 90%, 95% shqiptarë. E ti me pru shtetin të në qëtë deregje, se këtu në herë kur dëjke këmë bo qeveri dhe ke qëtë gudë në tabojna. Ta shvit po qojnë ankesa me neglizhu sa ma shumë. Pra është gabimi madhë për opozitës me utut. Unë e më konë gjatë fushatës zgjedhore në këtë të bimet, shumicën e të bimet e TDK-s. Po më ka rodhë PDK-s. Unë kur s'kum po afrimat madhët elektoratit, që aty në që ka nërmen me jetu në Kosovë, me njoni tjetërin. Pa asë një ekces. Kanë mojtë në sheshle PDK-ja, të bimin madhë madhë. E kanë do me njoni tjetërin kur gjotë dhe më thonë. Asë një tensionim së konë. Lider të kënë partive du me ditë njësen. Nuk e trahtojnë. Ngëm, nuk o 2021 ta 2025. Kanë ndryshu elektorati, kanë ndryshu përshtypja njerëzë. Nuk është mo Albini qaj që u konë që i ka fitu vetë, edhe i ka mujtë trijat bashkë, nuk përshin se Albini. Asa atëherë nuk është të thone që me operu këtë kundër ligjit e natë jetë këshirë. Jo, qëfar? Apo den, qëve që ta, po du me ta thonë. E qita në ditë, po nështë da këto e shojë njës ma shumë. Që kjo është e vetëvendosjes, ligjerat për kursin politik, bashkë në organizim, bashkë në drejtim. Qërët e veprimtaria, s'po di sa shijet, e kina të on Facebook, veprimtaria. 90% e veprimtarisë tojnë do të me qene jashtë leqme. Para më në ja. Qërë vetë e kanë... veprimtaria... Kjo është një dokument e si le thot... Po, aksionet politike, i jashtë leqëm bi 90% aksionet politik. Kuptan? Dhe më thonë, në dokumentin e vetë vendosjes shkruun, po të shkruun e kërë. Ja, pas tani, s'lirë. Ja, ullo, kështu ashtu në përgjojnë në regull jemi e kam po ato. Një subjekt politik është i madhe dhe i rëndësishëm qatë sa bën vetën, jo qatë sa thoi numrat. Nëse subjekti politik, i cili kënë se zëtohet për Republikën e dytë, që i thoi këta tretën, ajo para është e 90-ës, e dyta është e 2008-ës, këta të ishin këna me bërë Republikën e tretë. Mirë po, në dokumentat veta dhëtë 90% e aktivitetit du të më konë jo ligjore. Kjo është e pa precedan në qitë kontinent. Shumë ko Albini ju ka deklasu krejt, po thëtë dhe Valit Demaj. Valit Demaj. Faleminderit për pyetjen. Albini ju ka deklasu krejt. Mirë, në regull. E para punës Valit, unë po asberati, asë njëherë nuk kemi qenë në lista zgjedhore. Pra, unë në kom stake, po asberati në zgjedhje. Kështu që, është e pa ndershme për teje, po edhe pa vërtet, me thonë që në ka deklasu Albini. Ti dush me matë mu edhe beratin me gazetar. Pra, ti dush me thonë që kjo gazetar deklason ty edhe këta. Po, se na matemi për momentin që aty. Ose si ju ledzojna, si ju këqyrina. Po, qashto. Ta është vetë fakti që Balia kështë ka ardhëm. Po, ti e që të... E para, e dyta, Bali, keni thonë 70%. Na kemi thonë jo. Tu i mos qenë pjesë e listave zgjedhore ju kemi mujtë Bali. Ja tu i mos konë këtë knaqen që ka përbojnë këta tjerë. Tu shoh dhe tjerë. Po. Se me në pasë nguti i vësi kishë moras që kaqë. Po, e qështë tash, që tha, ju ka? Ju ka deklasu. Po. Pra nuk ekziston deklasimi këto, edhe mos u bat tifaz. Mos u bat tifaz o zotni. Banu qytetar i përgjithshëm e ndërgjithshëm. Thuj vetit. Unë e jam me qëta për shkak të qësaj politike, po s'ki qësh me dhonë Bale, se qësh e din të vetë vendosja s'ka program politik. Para mëno Bale të del në rrugë dhe të vetë njëri, pse votove për vetë vendosja nuk dem se mi kalzu. Ja bënë si kur njërë shpa thonë votove për dona laloshet se të knaqë këtë këmanë. Që si Bale jeti? A den, mëse ekspoza budalakin e publikës. Një pyqje, po thot Lorins, s'po do këtë akaunt, po s'ka lidhje për lezaj pyqjen, në qofë se keni ko me këshirë komendi, me këshirë, kë janë Amarovës ko ke, më pelsen që kjo këshirë. Ti shkon Kurti në vend Zelinskit, a ju këshullë në gojë që aty me gjithë kabinet Trumpet. Lorenz? Jo, ka dalë se, apo mlen? Po. Ta një vazhdo dhe. Ka dajtë. Albin Kurti ka pas një mundësi të heroizmit edhe, si me thonë, kodifikimit ti në historisë një person që eru në dignitetin e shtetit.
po jo me Trumpin. Para Borrellit të gjënjëzu. E ka pas një moment ku ka mujtë më të regu sovran, kur ka shku noher edhe ja ka nxjerrë një marrëveshje që sipas këshilltarit të tij Mark Weller ju ka ndruar një ditë më herët, edhe ai vetë thotë që nuk i merr parasysh kërkesat e Kosovës, edhe i merr parasysh interesat e Serbisë. Një ditë më herët të ndru, Borrelli ka thonë pranoje, edhe ky e ka pranu. O gjënjëzu, një rast e ka pas për 4 vjet më tregu sovran, nuk ka mujt. O shku plus ka ardhur në event parlament, na ka rrajt, na ka thonë është marrëveshja më e mirë arritur ndonjëherë, që tash në zgjedhje thotë kjo është marrëveshje okay. Pra jo te Trumpi, po te Borrelli o gjënjëzu. E tash janë çon këtu në fore jo në shkruva ose në shkruva, po marrëveshja sot është e implikuar në rrugën e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Ç'është e ke po aty, është në faqe zyrtare të Bashkimit Evropian, praktikisht e ki ligj. E ka pas rast, ne dim na ç'është kish operu e ç'është kish reagu. Edhe një çeto. Zelenski i thej ke Trumpit, krejt çapo dupi teje, t'jap krejt minerare dhe rrolla, veç bëri trupa tua në Ukrainë. E na i kemi trupat amerikanë në Ukrainë, pa i jap kurfar minerare hiç, ama bash hiç, edhe Albin Kurti e shan Amerikën, nuk e lëvdan. Pra Zelenski kërkoi ke pi Trumpit që na kem. Se po dojmë ma barazu heroizmin e Zelenskit me këto jozët mi. Zelenski ka dënë ma shumë Amerikë në Ukrainë, Kurti ka dënë ma pak Amerikë në Ukrainë. Janë njerëz të kondërt, të ndryshëm, e as pa karakterit, as pa përsisht njej. Ukraina është shteti në Evropë. A ki maraj me pishit. Po, more, që stashte i bi. I të ty me full me këta, stashte t'i bi. Ja, më se më levetë, më mërë në qa. Ja, po. Pra, më saroni një sen. Ukraina është shteti në Evropë me mas shumë të rezervat grunit. është shteti përveç Rusisë, me mas shumë të qito që pjuthojnë tash minerale të ralla. Qëto që vënë për teknologji. Për teknologji, litiume, kështë gjana është tjera. Zelenski thot. Plus me infrastrukturë të mirë të armatimit. Absolutisht, absolutisht. Me 50 milion banor, me një sipërfaqe më të madhe si Franca dhe si Gjermania veç e veç, dikon ja 500.000 kilometra katror. Ushtrinë në 22 në botë për nduket e ka. Edhe, thot Zelenski që për t'i dhon 50% fitimit. Hajde veç garantona. A moni men kur thej që Amerika po rrin për interesat veta në Kosovë. Se ka gjetë diçka në ka gjetë diçka. Nga ku më shkuon shkoj, se ti rejon po shkoj. Po, ja, ç'e. Vetë ja vi do uj lirime. Po jo më se pa lidhje këtu, si tonden, si përshëndetje. E pushtova. Jo, po ti ke tu, hajde vazhdo. Ne shkojmë të bëni të vërtetën, okay. Mirë, faleminderit. Po e lexoj këtu komentet nëse ka diçka. Ndërruar, pasi ku do në kërku falje për ndimin që e dhat Albinit me orë në pushtet në vitin 2021. Që kjo berat ku ka pyetje e mirë, edhe që tash edhe në pepës. Po thot dikush kur do një me kërku falje beratit për ndimin që e keni dhonë Albin Kurtit me i fitu zgjedhjet. Zgjedhjet ma heret, jo që to zgjedhje. Se po e duhet me bisedu për konstituimin e kuvendit, verifikimin. Që tash po më thot mu dikush që to, Heset Maliqi, pse kjo rejtje nda Albin Kurtit. Jo be zotri, nuk kam kur faru rejtje, bilas nuk kam interes për Albin Kurtin si person. Mu se më intereson kur gjo për Albin Kurtin si individ, e më intereson gjithë shka për kryeministrin e Kosovës. Ka rasti se Albin Kurti është kryeministri aktuali i Kosovës, për që ta unë jo më intereson për Albin Kurtin. Që në momentin që ai vazhdon jetën e tij të lumtur bashkëtorë në Norvegji, unë as nuk merrem me të. Po thot njëri pse kjo rejtje për të. Pa shku më rejtjas, edhe një të ka pyet një pyetje të mirë të ka vo. A, do me kërku falje si thani? Po. Okej, që stashtë? Shpjegoj, po menoj që dush me shpjegu pak. Qëre pike por, as në 2021 nësë jëmë konë me Albin Kurtin, këtë edhe Leo Kërquki që jëmë konë bashkë me të, dhe më thonë se kom votu vetë vendosin. 2021 e kom përkra opozitën me thekës veçantë e kom përkra LDK. E kom intervistu Albinin, që ta intervista thamshme në kërë me Albin Kurtin. Jo, është 2019. 2019, çfarë ma 2019, çfarë na myt me ta, po 2019. Kur me opozitën. Po, më në men një sen, se gazetaria nuk është një kulturë shumë e zhvilluar te Lazgt, te na. Domethënë, është zhanër kogja i vënshëm edhe pa një kulturë të madhe. Kur gazetarët mbështesin opozitën është gjë mirë, me një shtet. Pra, në 2019 unë kom mbështet opozitën. Le të kenë ma shumë, po dhe vetë vendosit ja kom thonë hapsiren. Në 2021, prapë kundër shumicës, kundër Albin Kurtit. Në 2025,
prap kundër Albin Kurtit, kundër shumicës. Pra, mos harroni, nëse shihni dikon të i dal për krah qeverisë, nuk o ka bën rol, nuk o ka përmbush mirë rolin e gazetarit. Mundet më pas përjashtime edhe që kjo rregull, domethënë nuk është e shkruar me kërkon nguri. Po as në 2019 nuk jam kanë me Albin Kurtin, qysh një numër i madh i njerëzve thonë, ja kena dhënë një farë, si më thon, mundësie, ka pas rajt. Nëse shkoni me kështu atë intervistën, dje ngova edhe një herë. Mytë të rajt aty. Mytë të rajt, domethënë rran për raportet me ndërkombëtar, rran për raportet me Amerikën, rran për çdo gjë rran. Rran për çik vet. Rran për çik vet. Me çun shkollë, në Kosovë. Ha çkoni këtyre, Jo në Kosovë, po publike me kështu se Mushëru në Kosovë, ty bes ta ka po që ke unë. As që ke unë, as shkollën çuçi kanë emrin atë. Gjash fishta. Unë i pyeta po thotë njëri pse votut VV-n, më thanë e ka dhënë ka 100 euro, po pasha zotën, domethënë ka ja por. Berat qysh po thotë ti kush po bëhet kryeministër bre. Okej, unë e kam teorinë tame. Lirimi mund me pas vetë çaj. Okej. Teoria jam është kjo. Domethënë që mos harroni Nisan, Serbia ka pasur Serbi fitoi ke okoni far politikoni Tomislav Nikolić që ka pasur emrin, bile apo që Toma Grobori, Varmisi, se ka pasur bakçerën si Varmis. Edhe ai fitoi ke ka 42%. S'u ke më bot, se opozita u bëshin bashkë e leshin opozit. Deri ku u do Vučići Betina, se Vučići kon pjesë e tij, e çetën pension ata diçka banën çatë, edhe ky e mur pushtetin. Po, edhe në Austri shumica nuk mujti me bot qeverinë. U bë, tash ka bëj 2 me 3. U bë 2, 3 i 4. Pra, në zgjedhje që ka thonë Albin Kurti, nuk janë gara automobilistike, kush e ka shumicën. Unë mendoj që shumicën e kanë, jo unë mendoj, është qartë asaj. Vullneti i popullit të kanë që opozita o shumë afër me njëri tjetrin se sa që është me Albin Kurtin. Po marr Albini thekë çashtu vet. E tash. Çaty ja ka zatet pak. Sepse realisht nëse e kqyr pak si ftoft, se të pinëve mund me minutat i takon Bedri Hamzas. Okej, teorikisht në stadë i takon. Po tash do të më shtruaj një pyetje. Kush pe opozitës po ka mas qefti me pa Albinin në opozitë? A di kush ka mas qefti me pas Albinin në opozitë? Qaj që lëshën pe i pari. Pro, i thoi në koni farë mreti Solomon, në ashtë ta këni një, i thojnë prerje Solomonike, 2 grajo në shty për një fmi, i kujna fmina, 2 kanë thonë është fmija jam. Edhe mreti ka thonë, okej, mërë në njona për këtë kom, tjetër për këtë kom, për ja u dojmë i disë për me një shpat, ti e mërgjysën, a e mërgjysën, e nona vërteti ka thonë asë tjetës mërë se është jyti, se është jam, se s'ka pos qef me po fmine e prim. Bukur intereso. Etash. Çka më gatu më thonë është kjo. LDK dhe PDK. Sepse ja ka shpreh gatishmërinë me hi. LDK dhe PDK. Çaja që e ka nërmen me po Albinin në opozit, që një me beson që ato që i ka thonë popullit, çaja bën kompromisin i parë. Pra nuk mund të as PDK më shku, mi thonë LDK-s, ama se mund takon çka vlerësimi jam. Sepse po, që ta përmbyll. Pra, nëse PDK i shkon me arrogancë dhe i thotë ne na takon që nuk takon as ty se mi takoj këtit paret, po këtë deshtoj me bo shumicën. Pra, du të mu gjithë zgjidhje kreative. Unë e përmena një ditë, për mu, nëse ka meritu dikush më konë kryeministre, mas që ati që i ka doli parin zgjidhje, është Hikmeti Bajrami. Do me thonë, deputetja ma aktive, jo që fushat zgjedhore, se fushat zgjedhore, kuca moca bo në aktiv për vota. Mas pak të kena po në fushat zgjedhore Hikmeti Bajramin. Mas pak të kena po. Por nëse dikush e ka sfidu dhe i nasht, edhe u sulmu, mas shumë tipi pushtetit. Po edhe ka kundër sulmu. Edhe ka kundër sulmu. Pushteti jo në mytë jo sulmu, aja përmenshin ato, aja përmenshin këto. Kreti për balajke. Kreti për balajke. Dhe më thonë, nëse dikush e meriton më konë kryeministrën në qëtë fazë, po që ka thonë Churchilli, ku e kanë bo kryeministrën luftë dytë botnore, tha, ja që e mreti atë ftesën, edhe i tha, hajde, tha se po të bëjmë kryeministrë, ja boni gruzve, tha, po kjo tha nuk është tha dhërat, tha, kjo është hakmarrje, tha, më të bo kryeministrën luftë dytë botnore, kur varë dhëratës, po, edhe stash, dush më konë budal, te mas me di që kime pas sfida, po si do qoftë, unë menoj që LDK PDK do të më ullë, me ullë pa kushte, jo më takon mu, ose më takon mu, jo, veç ullësh, edhe thush qush pja bojmë sëj pune, vazhdo lirim. Që po, adeko dalimi, une jam absolutisht i bindun, që Lumir Abdigjiku nuk i thatë PDK-s unë po du kryeministër ose zbotësh. Nuk ka kërkesa, nuk menoj që o kërkesa e Lumir Abdigjikut, e as një prej qireve, as e Ramushit, pranoj nëse më bëni kryeministër.
kalkulimi i Abdigjikut nuk ka qaj. Nëse më bojnë kryeministër mirë, nëse së bojnë, jo, kalkulimi ti jo kështu. Për mu, si politikan i ri, që pretendon me pas të ardhme politike në Kosovë, a bëjmë ma mirë me hi në qeveri, a bëjmë ma mirë me najtë në opozitë. Por nëse vendos me hi në qeveri, unë nuk menoj që kushti ti ka me qenë me u bo kryeministër. S'menoj. Se nuk është fitore e lavdishme me marrë kryeministrin që si rrethane, kur ti vetë ke pranu që rezultati zgjedhor nuk ka qenë ai që ke kërkuar. Po. A që ashtu? E vërtet. Po, ka dali treti. Ta pëjbojnë do kalkulime na jemi rritë, kështu është të vërtet që në rritë, po ku ta kishë udhëheqjen e LDK-s, pretendime ku fitoria, ç'to kanë thonë. Edhe PDK-ja, edhe LDK-ja. Pretendimet i kanë pas fitore. Tash edhe një sen, folë që asë do me një shok të. Në qëtë citat, të qenurit në pushtet, nuk do dujmë u pasi dëshirë kjo është nevoj. Kjo nevoj. Dëshirë më konë koalicion me CDU nuk ka as SPD-ja atje. Sakt. Sepse aja din që... Politikisht shumë keq për të. Vetë vrasje politike, sepse metet OFD-ja, rritët ajo pas shumë, po këta përshpresojnë që me politikë të mirë neutralizojnë, domethënë, qërëti, Gjermant, si s'dijet botnesht, që shërtojnë ana, Gjermani budallë nuk ka. Pra, u bënën bashkë, partia parë CDU-ja, partia tretë SPD-ja. Edhe tash e pelojnë OFD-n në pozitë pothuajse të vetme me Gjelbër. Gjelbërt janë më të vogël, Gjelbërt janë 11 vetëvendosja e Gjermanisë. E tash, me vetë SPD-n kështë thonë, mo vllavë jam se kemi na fikë. Se tash rritën ata. Mirë pas në asnjë moment SPD-ja nuk i ka thonë CDU-s jo se dëmtohë na unë. Çështja këqyrët a dëmtohet shteti. Pra në momentin që LDK dhe PDK e AK e konsiderojnë që koalicioni të në është i mirë për shtetin për një periudhë caktuar. O vëlla mos të vjedhin. Domethënë se kur ti hin me dëshirë në qeveri, a dhe qysh, unë e gjithë dëshirë, a din, si të ka dëshirë për qeveri, ose pasion për qeveri, që a i kanë zonë hijgjë më vla, për do më vjedha, që ka puna, se aja përgjithësia një rogë ki, ti si minister e ki rogë 1200 euro. Nuk është eva rogë. Nuk është eva rogë, do më thonë. Në kjo është përgjithësia më dhe më konë qeveri. Pra partitë e opozitës, du me ditë që denimi ma i madhë të në, po që është kontributi madhë për sta njerës që jënë metë që të, mos harrëni, 1.5 milion jena metë, jena konë 2 mas luftës, edhe njerës 7 vjetë jesëm një, e tash nëse na konë të punu për njerëz, o në momenti fundit mu angazhu, a nëse na konë të punu për bjeshk, e për lisa, e për kofsh, a e ma abet tjetër. Shteti njerëz janë. Shteti janë njerëz, dhe më thonë shtet pa njerëz nuk ka, aja teritori thot, ki plot në Afrikë që si teritori subsahariane, edhe ka Sahara s'ka njerëz. Edhe krejt filozofia e gjetjes së sistemit më të mirë qeverisës është me kriju mirëqenie. Zgjidhja më e mirë në këtë kohë. A bën vetë që to asi pak, po. E që ka studohon, jam i bindur që nuk është ambicje e Abdigjikut me u kryeministër, më jam i bindur. Aja shkon se i kishte tutë. Gjithashtu jam i bindur që Bedri Havza nuk është kësi bori me mua veç vallon po du kryeministër. Unë nuk sidomos Bedri Havza s'ndohet absolut i tillë. Po. Unë e menoj që mas shumë të është kalkulim i qësaj. A marrim ma shumë, po kjo moment pak për te qësaj. Edhe unë jam i bindën, unë jam i bindën që nëse bëhet një qeverie opozitës dhe nëse punohet minimalisht mirë e nëse kryen disa punë që duke, që shenë rrugë të qëto, edhe nëse arrijet një stabilizim i raportet pak me ndërkombëtar, e largimi sanksioneve, e në anën tjetër vetëvendosja nuk mundet me bu opozitë që ka bu ma heret, s'mundet me thonë pse këtë marrëveshje kër e ka vetë, pse nuk e bu në këtë sen kër e se ka bu vetë, unë menoj që këshin përfitu të dyja. Unë menoj që ishin rritë të dyja, edhe se ka hapësirë shumë, edhe menoj që drastikisht kishë ra vetëvendosja, Albin Kurti që ta e den, edhe ka me botë të pa mundën, që që kësë kënërë kur qysh mos për realizu. Kur qysh mos për realizu me u bo. Edhe diçka dhe të mja u hekë. Përveç, do më thonë, propagandës sofistikumet vetëvendosjes që ka më tentu me qitë si bashkim për pushtet, në Kosovë kretë e di që sa që ashtu. Kosovë kretë kanë me di që kë nuk o bashkem për përfitime, kuptimin klasik, sepse është sfid tepër e vështirë. Se e ka bosh, si me thonë, qeveri, jo shumë e madhe për ka numrat, me shumë punë, në sankcione, të dera autonomin, komplet, halama i paqarë se para 4 vjetë raporti
me Serbin, kërkon në horizont marrëveshja finale, kështu që nuk ka luks në këtë situatë. Absolutisht jo. Se dikush po thotë është pak një vjet, nuk ka pak një vjet. Për mua shumë e rëndësishme. Pse një vjet? Po manej kur vjen puna te presidenti, zgjedhja e presidentit s'kena më pas 2/3. Pse na shtabohen? Po do na shtabohen, se Jo, pse? Çështë patën tonë për atë vetë ja jogën kur zgjedh, po bëjmë një vjet me atë vetë në manej mas vjetë që zgjedhë. Se u bën jo sa Osmani. Po dhe. Si do të thosh? Edhe nëse një vjet, edhe nëse një vjet. Ide nuk e keni. Sa afera korruptive kanë mi kry këta. Shumë kanë. Çka dhe arsye pse s'dojnë opozitën? Se s'po shkon kë më thon, po më nani një mes që kë për shkak të egos po ta të nzyra. Ja, vi që del që zgjerohen hetimet automatikisht raport me ta. Albin Kurti të dashtën burra gra meç vllazën shuk, e ka me zonë dhe me figurë. Kur fol për rezerva shtetënore thotë një 2-3% sjonor. Demek për Albinin ai e pranon që so gojle që vjedhën 2-3%. E në ligj, në asnjë nend kodit penal nuk thotë lejohet mu vjedhë deri në 3%. Këtë njëjtë. Këtë njëjtë, domethënë bile edhe njëjtë jo njëjtë. Nëse ke dash qëllimin e ke me vjedhë dhe nëse s'ke vjedhë thonë, a e ke pa që thonë vrasjen tentativë, domethënë se ke vrarë po ke dash me vrarë. Jo, kjo ta më vjedhje. Kjo vjedhje, domethënë e ky del edhe argumenton thotë sogojle. Ata kanë vjedhë më shumë. Kur rastëherë më në mend, se çfarë shumë rrein këta, se kanë herë ditë tham ja u kanë bën met me igull. Në qeverisin e Albin Kurtit, në 4 vitet e fundit jo ngrit një 3 akt akuza për qeveritë e kalume. Endret Çola, ai Farveseli që u kon, Palekaj, domethënë këta rrein kur thojnë që pse s'po merrni me ata. 5 ministra i kanë ngrit akt akuza. E tash, halo asnjë për këtyre që u kanë ngrit. Amo janë ka e presin. Në me një mal me akt akuza. Hej, veç në kek që kanë bo këta. Veç që kërën, për një vjet, du të mi hek këta pi pushtetit. Se që 5 vjet, Albini na përcakton neve dietën politike prej vitit 2019. E në vitin 2025. Që 6 vjet, gjdo njoni tha me drejt. Tha na u ka vjerë, tha si kur gurin, qof, nuk përna len me jesë për para. Qka kine jesë për para vlazën e motra, që 5 vjet me Albin Kurtin përveç dramave përditshme. Demek, a dini më si para 5 vjet as të debatin televizionin nuk ju në konë qështu. O ka një farë bile vera, o bëjke një farë monotonie, krytë s'mëshë me qutë, me thonë, një farë monotonie, s'po thamë që o konë perfekt. Po konë renin e vete ka pos politika, renin e vete ka pos bëjshën programe verore. Thërshëm e do në laloshin më glu. Tash atëherën e do në laloshin më majtë fjalime. 30.000 në vaktonën e do në aknajke, edhe bëllmirë në fatë vetën. Këna u ka lidhë për komsh. Pra, një vjet është një vjet. Për një vjet, njerëzve të të mjau hekësit perde që i ka dollë parasyve. Me po që mujna më shku në shpit bardhë, mujna mu taku, është momenti i fundit të në menoj. Para se një me më të thiraj, edhe më ta kriju të një Donbas në Kosovë që të. Na këna momentin, Kosova vazhdon më konë shtet unitar, dhe më thonë pa teritoret ndome. Pra, ana ka dëmtu. Aja vlen mu dërzu kur njët. Ja marë kur rokoko, me shprej situata, a bën, qëto, që po du me thonë që të punën se une, qebe nuk kanë faj njerë se mashtrohen. Mashtrohet njerë. Mashtrohet, kam punu datë për më mashtrohet. E unë menoj që këta i kanë 2 metoda kryesore, që një për analize e jem, ja, 2 metoda kryesore me cilat deri diku kanë pas sukses edhe që operojnë me to, edhe që të dyja do të nja uzbërthyje me jo shulmu. Metoda e parë është që kjo të treguarit e një mashtrimi për mes një të vërtete. Stia kemi diskutu në herë bashkë ta. Që kjo është metodë interesante, sepse ti e thunit të vërtet, e cila nuk ka lidhe me situatën, për me e thonë një rrë. Për shembull, Albin Kurti pytet, i thojnë, zotri Kurti, marrëdhëniet me Amerikën i ke dëmtu. A i thot, ne kemi marrë Javelin nga Amerika. Është të vërtet që ke marrë Javelin nga Amerika, po ti marrëdhëniet i ke dëmtu. Po se kena marrë asatu, halo. Po taso pa ajo është ligji që i merë. Po dhe halo s'ka nordë, po, ose tjetra, për shumë. Gëm. Ukrajinës janë nolin kufetha si merë që të i ka pas dhënë. Jo, po kuptan që apo se vishe marrë si shambull. Ideja o kështu, kjo është sigur, Berat, a ke bu emisionin, ty me thonë e kom bu një vedo. Është të vërtet që ke bu një vedo, po emisionin se ke bu.
Pra që kjo është një filozofi që me thone sofistikume e mashtruesve në qëtë shekullin e fundit. Po, se propaganda ma mirë bot me gjysmë të vërteta. Dhe më thonë se mi thonë o ka bje borë, kërkush të besoni. Qashtu. Kur ta përstjell pak, vëdem. Qika jam, e ke bërë detyrat e kom shkruar një esej. Është të vërtetë që ke shkruar një esej, detyrat si ke bërë. Po dhe, e vërtet. Edhe kë. Ai ke prish ose tjetra, jenë sanksione nga ndërkombëtarët. Kë thot, ne kemi organizu bashkë me Bashkimin Evropian një konferencë. Është të vërtetë që kemi organizu konferencën, po i ke prish. Pra që kjo është e para që e bën kë vazhdimisht. E dyta, që e kanë sofistikuar që ta OFD-ja, është kjo. Me sulmu saktësisht që ato që aje. Për shembull, s'dia e dini OFD-ja e sulmon Hitlerin. Po. OFD-ja e sulmon Hitlerin sa i keq o kon, se o kon thot i majt. O kon i majt ekstrem. Se në momentin që kur OFD-ja e sulmon Hitlerin, kur ti e akuzon OFD-n që je tipik hitleriane, ata thonë kush po na vetë sulmojmë. Po, ja praprinë asaj. Po, vetë vendosja pra e ka që të dytën, përveç asaj tregimit të një rrane, përmes një të vërtetë që s'ka lidhe me situatën, këta edhe sulmojnë të qiret për saktësisht çka jam vetë. Mos harroni, Gogol të madh në Kosovë, Milan Radojčićin e ka bërë lëvizja vetë vendosje, kur i ka akuzu krejt partitë politike që bashkëpunojnë me ta, edhe si më thonë, e kem ditë na që o kriminalaj, po vetë vendosja e ka punë sken publike, kështu të jebu akuzë qëndrojë për partitë tjera. Në rregull. U konfirmu që vetë vendosja bashkëpunon me Milan Radojčićin përmes telefonatës. Si asnjë parti tjetër e kemi telefonatën. Vetë vendosja e ka bërë mainstream me akuzu njerëzit pa fakte që paguan për servisa. Absolutisht. A u konfirmu që të paktën një njeri e kemi që është pagu me gjiro llogari bankare për servis, Martin Berisha, anëtarëve të vendosjes, ambasadorit tyre. Këta, edhe kur e kanë sulmu dikon tjetër për pagesë nga Serbia, e kanë ditë që Martini o ka merr parë për servis. Po këta pikërisht për që ta kanë akuzuar tjetrën, që kur na ti gjejnë fakt të akuzojnë, ta më thonë është një luftë politike. E çto dyja, po është krejtësisht e vërtetë berat që partitë opozitare nuk kanë investuar në zbërthim të propagandave të pushtetit, për që ta për shembull Hikmet Bajrami është dallu, sepse ajo merr me secilin mashtrim rrajn edhe grafikon të Hekuran Meratit. Po. Edhe Hekuran Merati për një gjeniu i vetë vendosjes, sot edhe brenda vetë vendosjes e din që është totalisht i paaftë. Edhe vish prodhon shifra pa kuptim, sikur aty që tha 650 milion investime, i tha i kallëzoi 2 projekte nuk i diti. Asnjë, ka shumë. Ka shumë. E që kjo, në menoj që qështu situata për shtanë nuk ju lo krejtësisht faj njerëzve. Salaudin Seferi për thot, kur nuk ju besoj juve edhe me po të keqen e Albinit me sujajt, a këshim ku jeton Salaudini? Salaudini... Avo, që është kjo, që po thot Salaudin, ha? Po. Salaudini. Okej. Salaudini jeton në Ontario. Ontario? S'ka dert. Jo, s'ka gojde, jo. Po, vetë Salaudin vish pak. Ti sapo e abone një ofendim skandalez vetës. E para, je ka thu që ti nuk ki autonomi personale në përcaktimet tua, po ti dush me ngu njerëz edhe i beson ose si beson. Pra ti nuk din çka dush me bo vetë. Po ti e ngan Albin Kurti thu okej, ose ngan mu thu jo sa qështu. E para. E dyta, Salaudin, nuk jemi mo në kohën e besimeve, jemi në kohën e fakteve. Ti nuk ki nevojë me besu kërkuj. Ti thjesht hen Salaudin, se në Kanadë po jetoj. Qa di çfarë? Universitetet mira kanë. Edhe ti Salaudin nuk thuan besoj që e kam një dorë. Ti Salaudin thuan e di që e kam një dorë. A çështo? Faktet dihen, besimet janë për botën tjetër. Besoj që ekziston parajsa. Se s'kemi fakte shkencore. Kosovën e ki që to Salaudin. Fakti që jemi sanksione shkruan në website të Bashkimit Evropian. Nuk ki nevojë të më besu mu. Mos hes dorë për autonomisë tonde për me konfirmu s'hanet vetë me një klik. Ma shkurt mësu, po dalë Salaudin. Salaudin i tha dhe lirimi, dhe më thonë të jetë tifoz, nuk je, dhe më thonë, a ki po dikush që lidhet me Milan, në Amerikan, a jetë vazhdojnë me dasht, no matter what, apo din, se ti e lidh me Albinin si tifoz. Që ashtu, se edhe a i lidh me Milan, po thot keq o Milan e qëtash. Po, vërtet. Salaudin e thot zë. Jo, zakonisht tifozat, dhe më thonë, a ki po, lujnë Reali Barcelona, mu gjithë më do këtë një penal, apo din, të shkon ka Reali, që adhon në kona Lena, të shkon që adhon, edhe gjithë në menojna që ja onas tjetër pja e ma letë penalin. Pra tifoz politik,
Politik, në Guardian shkruan një farë, e ka një mesazh aty në te sektori i komenteve, thotë opinionet janë të lira, faktet janë të shajta. Domethënë, kushdo që dëni me marr vesh në politik, në shkencë, në sene që janë të matshme, të prekshme, dëni me ditë. Me pas opinion, a di qysh, opinion është për shembull, më thonë, opinioni është sigur kjo Porsche, krejt e ka një. Po dhe? Si më thonë, në hierarkinë e gjanave të rëndësishme, opinioni i fundit. Absolutisht. Apo te fakte të fjalë. Unë mendoj që Albini është, të më thonë, opinioni jemi është, unë mendoj që Albini është tazon idiot. Kjo është veç opinion. A nëse thamë është hajn. A më kërtojmë ka rrejt, që tu kjo fakt. Kjo fakt. Pra dhe ju më thonë, Berati nuk është i bukur. Kjo është edhe opinion edhe fakt. Do më thonë i ki përmbledh dyat me një vend. Pas do të meshkit me kod bukur, mas. S'ka lidhje. Pra, tash shumë rrallë janë edhe fakti edhe opinioni, domethënë. Këto janë me, po zakonisht ti Salaudin dush me ditë. Nuk mundesh më thonë unë i besoj Albinit edhe domethënë edhe kur e ka keq, më shumë se juve. Po nashta për çet arsye ti e ke zgjedhur mas me jetu në Kosovë. Apo do të kallëzoj rastin te Pek Salaudinit. Hajde. Merr pak kohë. Hajde. Çre. Unë kur e pata kry bachelorin, ja nisa me lyp punë. Lyp sha punë, njofshëm s'kom pas, edhe për një kohë caktuar nuk gjeta punë. Okej. Po u ktheva në Deçan. Okej. Po u ktheva në Deçan edhe bili vrapimi më ka pështu. Delta vrapojsha për det, se më do ke pak, se i thejsha vetit, unë student i mirë jëm konë, me shkruti i mirë, që s'po marrim punë. Aplikojsha gjatë kabla. Po, shkojsha, e kalojsha testin, edhe për polic kom apliku. Jo, për polic kom apliku edhe une. Po, te pse jo? Më patëm pranu. Jo, unë kom kalu... Tonina gazetor, Marina. Jo, unë kom kalu testin me shkrem fizik në kara, se keni polic aty i shkurt, edhe erdha... A tha jeti te prej gatë. Jo, erdha jo e fundit e testimin dhe kishim vrapimin e gjatë. Edhe thaj, a që ta të gatë ta mbinë si kumojt. Unë i thash, a një që shto mosh në policin gugja. Jo. Edhe kush fali? Të një kugan, përshëndetje, që je falimderit shumë. Merdhe një, tha shumë fola, kur e kreva, tha ti e i përjashtu, hajtë. Po, aplikojsha, u ktheva në Deçan. Vrapojsha vllave koni për kështu game. Sa ato që aty rësha, këshka çmena, paradite e mojsha. Po të në kohën lëpsha. Ti e kështu dhe pas plusin, të thonë, po të maj me shumë janë si shtabre. Ma s'kom pasëm shumë pretendime, po me shkruaj disha që shkruja. Adin edhe unë i lexoja ato në kohën gazetat e tash, e menojsha një sen një det. Të një Arlinda më ka marrë në punë, që shkëm edhe kështu. E menojsha një sen e det, thësha u ktheva në Deçan, idenë që jam gjallë student i mirë, gjallë i këfill, minimalisht pakten, po s'po gjej punë, okej, vllaz i kam Gjermani, po shkoja që kisha hik, kisha punu punë tron fizike, edhe kisha thonë, mu më shkatroj sistemi në Kosovë. E vërtit. Mu më shkatroj sistemi, se unë kesh në gjendje me performu, pa ata s'pa dhanë mundësin, s'pat meritokraci. Përse ta mu desh me ardhë mërgim, edhe me vujt i jetë që nuk e meritoj. Edhe isha mu shumë lef. Edhe toni qaj që e kish artikulu më lefin ta mas miri, për një përru shtartume, po ma kish marrë votën. Toni atje edhe ishtë në shpaktru një kështu asishe, edhe toni kisha met. Po... Qa më kështë shojt për ati e ti... Kisha thonë, a normal kë, mu qiftin ta më ka shkatru. A më tjesh i bindën, që një pi fajeve, është se na hekim dorë nga kërkimi i punës. Mos hek një dorë, kërkoni punë. Kërkoni punë, unë veç tjesht pa ta vendosë, se i pa ta tho vetet, nuk dal jashtë. Nuk dal jashtë, vla, du që to me ly punë edhe gjeta punë mas mirit. Alin Dadesku, zotë Qërë, Alin përshëndetje. Paka shumë edhe unë kam njëjtën histori, dhe më thonë, që shtë po në fillova me këfërë, me thonë, të punu e sajnë, po si të qëftë edhe unë kom pas do me menen, ati kur thojnë jo me të njofshëm, me sajnë ty me kërkanë se kom njofë Prishtinë kur kom ardhe. Hiq, dhe më thonë kom shku të Bacazernon me lypun zeri që një në okon, edhe lejmrova që aty me anisa me punu pe i pikës zero, dhe më thonë nuk e na që i na bo, si më thonë ma ka thonë mundi kosh që ke një budget 1 milionerë nisja një projekt, po qëfar? A kom punë e gatë, dhe më thonë intenzive, e jo vesh të i shajt, për në atë kohë s'ke mujta dhe ku me shajt. Hajde të shirëm a kone i koment tjetër, mërë, a thua, krev vetuni, mërë. A ka kry vetuni veç atë podcastën e natë? Të forta, e zavënsej rrëmin e nëzëj. A ngun që ata nën veta. Nën veta, që ata... A menoni që duhet me qenë një njeri nga opozita a politik, si është Murat Jashari për president, qërë si pike por, nuk jam në shumë fan si... A partijak, se a politik presidentit s'ka që shme Po, unë nuk jam fan i figurave
Unë jam fan si figurave emblematike të familjeve të caktume. Po unë nuk jam idhëtar që pozitat shtetënore më ju dhonë veç ashtu dikujna pse dikush i tina ka sakrifiku se familja ti ka sakrifiku. Unë jam këgja që më thonë edhe më keq kuptojnë ka pak. Unë menoj që ja e dush më donë zgjedhje. Pozita presidentit nuk është pozitë e parëndësishme. Në Kosovë presidenca është këgja me kompetenca të fuqishme. Unë e di që vetëvendosja manipulon shumë ose provon me manipulu mbi familjet e ndryshme. Që ky është momenti ku mua ne s'm vjen shumë keq apo den. Në Skënderajun e kom përkrahas Hamidun Shtakun, që ka pas kundërkandidat Bekim Jasharin. Një numër i madh i njerëzve më kanë thënë, nuk më thon çfarë. Nëse kena shojt Ramush Haradinaj e Dautin, si të më ditë në zgjedhje, gjykoj për zgjedhje unë manena. Kështu që se di, Murati se kom nitu i fol më ti si të qoftë unë mendoj që nuk bën me abuzu me këto familje dhe me këta njerëz, apo di. Ti shka po ja u garantoj. Vetvendosja s'ta voton. Se e ka një rast haloma eklatant, kur vetvendosja nuk ka pranu Adem Demaci më bo president i Kosovës, PDK-ja ose Masaksis Hashim Thaçi ka pranu, më propozuaj edhe më votuaj, vetvendosja ka thonë jo, se e bo pjesë e lojën av Hashim Thaçit. Që po thot që ky po të nxjep më duket, po thot pse s'u ktheshin teatër kafe, ka pos. Unë kom pos teatër kafe, po para se më ardhmë. E kem pa mshel o burra atë. E Mirion Kuqi, po thot s'u ktheshin teatër. E Mirionin jo Benxhekom, shok shumë të mirë. E ka punuar edhe kë me mua atë. Po knaçe, mos na stem janë. E Mirion a shërbekën ai. Pa jashtë ku jam ikonë në gjimnaz, pa ardhur në Prishtinë. Garantuar me madh, ti s'ke pas nevojë për tabak hiç. Alla i dopt jam kon si kam herë se më tha njëri ku po afrohesh, s'po dia e ka vjen me bë konflikt me unë. E mësova me qitë kafe mirë për ndryshe. Që në kësha thonë nga lema që atë janë banak vije marrë vetë love jam. Nga kafet për ndryshe jam, u pa ta mësu shumë mirë vishin njerës vish me ma qitë kafe në lirimi. Po, që asë kom punu, në kom punu, kërë kom kry vitin e parë, këtu, Prishtinë, kom punu tani me një gjallë, kështu, me thy muret banesave, kështu, adin? Apo? Po, përse punë besoj që trupin e ki? Që skele kom punu në Gjermani, kështu, ka 3 muaj, work and travel, skele, dhe ajo puna ma arona në ashtë. E vërtit. Nazmi Gashi po thotë e lexova dikun që në SVV nuk e propozon kryetarin e kuvendit, vendi shkon zgjedhje. Dua t'ju thonë qyre Nazmi. Ju të pur wireless. Okej, u rikonektu. Interneti ke i dot. Cila pjesë tupi. Lexoja pyetjen çfarë prap. Nazmia po thotë e lexova dikun që në SVV nuk e propozon kryetarin e kuvendit, vendi shkon zgjedhje. Duam ju pyet a ka gjasa qyre. Që thojnë orë pa rrugë nuk ka, shtëpi pa derë nuk ka. Edhe që soj nuk mundet, i do të mjë gjetë, më thonë. Se aj që e ka bo, e para, qërë, ku shkruhet kushtetuta, shkruhet për gjendë. Nuk shkruhet për njerëz që... Për racional, njerëz... Po, aja i menon se aty në kushtetut nuk shkruhet as me thëllën dorë, du të me qelë derën e kuvendit. Po aty supozohet që me kom se qelin dyqysh. Pra, Nazmi, fituesi i takon. I konja 15 ditë kohë me propozu. E shpjegova pak më herët ku e kyç pak më vonë. Mirë, po nëse fituesi nuk don me propozu. Pret 15 ditë, këta që i kanë fituar zgjedhje, që kanë më shumë, duhet me propozu edhe me zgjedhje. Manej, vetvendosja le ta çon rastin gjykatë kushtetuese. Le të vendosë gjykata kushtetuese, po gjykata kushtetuese. Fakti që ata janë njerëz, ata i thonë e ti pse se propozove një 15 ditë, jo në dashta me blloku. E s'ban me blloku. Shteti nuk bllokohet pse ti s'ke fituar. Shteti do t'i propozon, lufton, në herën tjetër i bën. Pra, ka qare edhe që kjo. Këta Zvicrës veç ka qikat pulës, që Mirash Kurt hinë PDK edhe Adelina Ahmeti, përdo që Mirash Kurt hinë në PDK edhe i re parëve, qëre Adelin. Unë e kom hinë PDK në 2010. Okej, që shkurt. Unë e kom po Gazetën Ekspres në 2004. Parë. Po, i rash parëve. Unë e ku bo Gazetën Ekspres në 2004, këna fillu në 2005. Unë e ku pas 30 vjetë. Në 2005 asë e ku mjoftë Hashim Thaçin, fizikisht, kështu personalisht, as kadrin, as kërkan të PDK-s. Se s'kam nevoj më rajtë se më po dikush të që përran. Adhe nuk vjen marë, jo pej, po aj që më she. Pra, në 2005 unë i ku pas 130 punëtorë në Gazetë Ekspres. Komponuat shtrunën edhe dilën. Derisa ti rrena për komentet të gjithë kush ka bo, ku ju ra parëve. Që të patë e me? Adelina. Adelina vish një pyqe e kam.
Pse për shembull s'intereson çu ka bëu parë vetëm surroj. E vërtet. Pse s'intereson? Është kot, kështu më thon, ka i ra parë pse njëri. Se kanë edhe Jo, kjo është pushteti nxit, apo din se ata prodhojnë që të varsani ma patën bëhen herë, apo din ke pa hungër byrek mas luftës, që e para o byrek halo. I ka destoni, shiko, që i ka fenomenal. Pra, na jena ty ka të zohë dhe në dhe kë. Në mund ka punu në skele, këmë punu në skele, këmë punu vitet 90 në skele. Si fmi, dhe më thonë si studentin konë, edhe s'këm bleon pun pa bo, dhe më thonë këmë punu me këfër, këmë pastru e sene. Po, tash, s'pëdu me, adin se dikush, ka që e mu lavdu për mes viktimizimit. Pra, unë e kam një problem. Unë e kam një problem, punoj shumë. Ke pas sukses në punë. Snolna, dhe më thonë. Edhe me pa, dhe më thonë, edhe plus në edhe misan, ma në menë edhe një qika, se shpesh ja vëdo si kshila. Kam një problem, dhe punoj shumë. Po, punoj shumë. Mos u dorëzoni edhe kur e shihni që po dëni me dështu, se ka njerë suksesi është. Ka njerë suksesi te kthesa tjetër, domethënë veç edhe pak, komplet rastet mia, pak pa hek dorë, nuk po vazhdoj edhe pak. Më ne çati jo mrekullia. Çfarë po mendon ako me pas suksesun me çat nisme, do kjo është sfida e më e madhe në jetë. Normalisht i kam pas sukses. Çfarë? Faleminderit për inkurajime, besoj. Edhe kom marak domethënë nuk ka veç inkurajim, por lirimi është, si më thonë, është luftarak pasionist. E dën punën patjetër që kam po sukses se çore që kjo bota jon kërkush ja ka qit pikën kësaj. Këtu ka vend për krejt mediat. Ka vend për mani çaj më i mirë dhe që i rrin gati. Nuk është që punon më shumë. Normalisht. Që thonë protestantë janë nëse me ta puna çon te Zoti. Absolutisht. Edhe ku vjen ishte? Pa i mi vënë unë që ato zyra burt ka. Shpresoj që së shpejti. Që masi su bo para zgjedhjeve, thash okej, qet, po shpresoj që mas lehtë tim prill. Ani. Skënqore pa të vetë, gazetarët më të mirë jeni veç vazhdoni të shpalut zezat e qeverisë përpara tash gjithmonë jo veç për shumë pak do det që po bojnë ai sa këta var utash se çfarë ani tash po aty që shpëdal me sevdon sher grup e di që 70.000 më shumë në Armena. A ka ndryshuar njerëz që shtohen aty shën konti 2021-ën. Deshin më na rrejnë rrugë tash çfarë tash po thonë edhe më kur mos janë janë shprehje ton sa ta shohin Albinin e rritni. Në kur mos janë. Ja, s'rezultoi vërtet. S'rezultoi vërtet. Lërim un ka vetë dikush që to a bën 2 vjet, po të ka 2 vjet. Ja, pse zgjon. Ai është ajo që punojnë mirë, ja ka lidhë 2 vjet. Ministri ti daj. Un ka vetë një oni që to a bën parti politike lërime. Që unë kom qef me punu gazetar, kom qef që ky projekti që po ja nisi me funksionu shumë, e kam të rëndësishme dhe për vete, me ja dëshmu vetës që muj me bo që ka unë e kom mundar me bo, që vjen puna kështu fët a fët. Që dhe këni kështu jemi që vjen puna stani pani? Që vjen puna stani pani. Që në kom motën e... Që kjo propozitën është dinë njësen. Nëse kalzoj ishmë klona... Hellaj dëptine. Janë ka presë në holë këse votu si është me neve. është dine që të canë. Po, nga, une... pa lidhe burë të tash po viktimizona unë pak. Une kom shumë problem me të thonë diçka e mos me e bo. Po. E tash që kjo që shte i ka leohet e kom shumë, adin, përgjëta pak. Jo, qëre. Që kjo problemi jam? Kështu që opozita du të me ditë, që të votus e ka... Jo, se ka të garantu. E ka votusi këtë herë o ka një qartë, sepse Albini ka thonë kush votoni këta e një me Serbin. Votusi i votoj këta, sepse votusi ke kunder Albinit. Rëni dëtyres. Votusi o konë kunder Albinit, sepse kur nuk o konë ma e qartë, ose ma e predispozume mu votu për Albinin. Ata kanë zjedhë mbos me votu Albinin. Ata kanë notu dikush në oket, dikush nisë, dikush anë, dikush nej. Ata janë të gasë më shku dhe ma shumë të dikush tjetër, që ata shojnë që është kundërshtar ose që stutët për Albinit. Do është ta me shty që tutët. Do është ta me edhe që ta me thonë që unë menoj që ka pak edhe njerës të përcaktojnë vetë kështu njerës. Me gëndë sakaj në bën një parti i lirimi që këve të gjafë ka pëndurë. Gazmend Mehmetaj. Ja, vëzhë është ka shprej dëshira. Po menoj një virtualisht. Po, se më kush e më shkru në një këthej. I mirë o genti, pasha zotën. Edhe mirë që s'hine kërka. Dhe më thonë që e gentin e kena ty e rujt.
Unë s'po du me komentu për Gentin, se... Ti në gjë ma mirë, në gjë ma pak. Po jo, asu nuk o që e një shumë, për qatë sa në gjë Gentin, më kalon për shtypje se njerës të gjykoj, do më thonë, kër jam të nejt, kër kom nejt në Gentin, i kom pas do momenti, i kom thonë, jebe non që shiron në men që kjo, e i ka do eksplodime... Pa mërë se për livdoj, nuk kim atë fort. Nuk kim. Po e hajtë se unë shpresoj që ka me vendos me një politike dhe një njerëzve. Dhe eksplodime caktume, që më thonë intelektuale, edhe ideore, edhe këmë thonë, okej. Ama ajo është për te atyna, ajo është shqiptar. E vërtet. Shqiptar. Opozita ka fitu trashtë e sulles. Ngëm. Këmajl, Kim. Hajtë Kim, abis. Hajtë e këshim Kimen. Pse Kim po thu qështu? Ati, koke jashtë Kim. Kema në bolzana, po. Se di Kema. Kemi në të këshu profilin, për të kalësoj, që të nështë asë prekësh. Fakti që po komentën. Kema, ja pas ka Kema, koka jashtë të jetu i Gjilanit, koka... ta janë bazare dhe do. Single, koka... Le kem kej. Gen coka i shkën PDK. Valla jo, Vlur. Nuk po duket. Nuk po duket. Do të ambicjet njerit. Kush po thot kështu? Vlura, Lura. Nuk është... Hajme mos ta komentojmë se... Okej, a jemi të fort na me i bobol Serbis pa natën qëre. Edhe që kjo është relative. Dhe më thonë... E qa ka dënë me testua. Po, në terma ushtarak nuk jena. Po ka njerë liria e sfidon. Po ty be nuk e këna kalzu natën, dhe më thonë. I veç do njerës e kanë kalzu. Kështë që... Unë menaj që shqiptarë që në fort me bo bal, jo i Serbis, po gjithë kuj. Po normalisht kjo e bo me bal është ma e mirë me natën me Amerikën, pëse du të me hinë në kësi menimet qëdiqme. Fremaliti, po më thëtë, Beratët ka shku menja me bo dhe njera auditim kompanin për periudën kër ka pas punu he Koran Murati punëtur të ti më këqiju. Sa ka punu he Koranit të ti? 2 vjetë. Qëfar lloj njeri është? Ja be kështë se... Falë sinqerisht. Jo, sinqerisht për foli, dhe më thonë, kështë... A vrejsh ju që nuk ka dyshka ka në regull me të? Ja, po, abedin, o pak kështu... Ja, s'kom fjallë kësia. A këfo nërë me to me thone, pëse marë 5 shanë të jo, ke punu me mu? Ja, si kum shkru mo. Ja, më shra, si ke taku kora? Ja. E me taku qka të? Se di, me të njerës njeri, bile halo frejnë sa e në Facebook. Për ndryshe, ajo një pihajnave që ka me befaso. Ja. Pashani zët. Po hajtë se me qysh met me shku binin gjykat, qysh met një me qëketim? Po, Allah, prokuroria do të me qënë gjykat. Edhe prokuroria shumë e thjeshtë. Këta që janë mbrojtje të afërt, janë polic. Do të me thonë, na sjellni kryeministrin në... Pezyrës. Po, unë jam i bindun që arsyeja pse nuk po shkon është se intervista ati zhbllokon 2 sene. 1, shpallën akt akusës për Rozeta Hajdarin, 2, zgjerimin e hetimeve për Albin Kurtin. S'ka kur gjë tjetër. Që këto janë arsyet. Bindje. Pas ka shumë interesim, lirim me dve ty apo hinë PDK, të LDK-s për dojnë apo vjen të na, të PDK-s për dojnë apo vjen të na, nëse lirim me metaj bën parti politike e pësën si Gazmiraci. Që bo me Gazmir? Gazmir ka hu, valla. Mos më thuni që së zgjedh Gazmir. Që më ka baj, më sutot, që më ka baj parti politike. Kom do këtë ajo dollë në top 100. A kem rejt Donald Aloshi ka marrë vota ma shumë se kretë profesorat e vendosjes. O, sa me dim feraj, që shtu të shkutin e për shpia, e të folë për mu, të rajt. A ka folë për ty? Po, ka folë për mu, ka lëzaj njone, ka folë rajt, e tha, dikur tha i tha, di Angola Leozët njëse si marrë të për lirimin. Ja. Po, të hi, të rajt, të thonë janë gjonë babgjysh, në zanë sanë si që ti, komunisti keq, e mërist. Mësë raj ashtu, që kina i zanë, a i dhe në studia të, po s'gudzanë atë me ardhë, që i padishëm, analfabet. Të shku në për shpia, e të thonë, lirë me metaj, asi kësi, të thonë gola, po le, mërë zot një lirë me metaj, kjo i Gjakozi, i kun Shqipni, i kun për Shqipnia në Kosovë, një jetë në ikje, kjo. A i një dytë legena, aves njone, në zirë doke. Dëtë jam, hajtë. Në zirë doke. Hajtë shuj për shjetë në zirë? Hajtë. Pse për në zirë full pa lidhje, kështë. Garant me të po në rrugë të full normal. Pse ndryshoj njerës që shtu? Rasin online? Kjo punë është pak si kur agresiviteti i shoferave.
Pse janë njerëz më agresiv kur janë kerr? Se potencialiteti për plagë është shumë më i vogël. Ku del për jashtë po ti hina. Ne zbutën. Hey, një orë gjysmë banë. Ale po ço. Hey, thank you very much. Çështu kanë herë me zotin Lerim. Sot ka rëndësishme me bëj stop për shkak të kësaj konferencës që e pat kjo. Nuk jena shumë, domethënë, më punojmë, po s'pana bën puna tamam muzatet më bë pak më shpesh se interesim po ko. Ju falenderit shumë për vëmendjen. Qa thanë është i lojë në shka se të isha më thani këtë s'kanë më qyrë se i lojë. Ja mërë, ke nërë 200.000 si jetë kjo. Nërë 200.000. Manchesteri ka lujt. Po s'ka fitu Chelsea, ha? Chelsea ka lujt paradite. Manchesteri me Arsenalin 1-1. Kanë lujt. United. Pra më pat Barcelona, po... A, Merciel konstant futbolë. Gjithë. Na desni doktori ekipi, djali i ri, 50 vjeç deq. Ku, në Barcelona? Po, bre. Jo, qështu falë një na dec na shkojnë? Unë qeli derë, dhe me thonë, për si rastësh. Që kaqë, me matë mirin, Lerimin, e keni në pressing. Unë jam në, veç faktash, unë jam në emisionin ma shikum politik në Kosovë, rrjedhe mesht edhe ma kualitativ, debat plus me Ermal Panduri. Panelistat i kotë mirë, mëj me thonë. Leta shpuna, jo gjë e sa